Një operacion i përbashkët mes policisë së Durrësit dhe asaj të Kamzës ka mundësuar lokalizimin dhe arrestimin në Tiranë të një 23 vjeçari të shpallur në kërkim për një atentat të dështuar me armë zjarri. I prangosuri është shtetasi me iniciale FB, i cili akuzohet si një nga autorët e sulmit të ndodhur në fund të vitit të kaluar në qytetin bregdetar. Ngjarja, për të cilën rëndon akuza, ka ndodhur më 15 dhjetor 2025 në ambientet e një lokali në lagjen nr. 9 të Durrësit. Sipas policisë, 23 vjeçari, në bashkëpunim me 3 persona të tjerë, ka tentuar të vrasë me armë zjarri shtetasin FK. Për këtë krim, gjykata e Durrësit kishte caktuar ndaj tij në mars të këtij viti masën e sigurisë, arrest në burg, në mungesë. Për veprën penale, vrasja me paramendim, mbetur në tentativë, e kryer në bashkëpunim. Pas arrestimit të riut, materialet procedurale janë përcjell prokurorisë së Durrësit për veprime të mëtejshme hetimore, ndërsa vijon puna për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe pozicionin e bashkëpunëtorëve të tjerë.